Qështu është kapela? është një kapele një ushtarit të QK-s. Po e kallëzoj kënej se nuk është e rregulluar se s'kemi dashur me rregullu, është e papastruar prej është ushtar që ka marrë pjesë në pashtrek, prej frontit, e vetëm se ndryshim që e ka bërë ushtari më njëherë mas luftës është emblema, se ka pas pa emblem, u ka një forcave speciale të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe kur i them se s'keni pas emblem, sepse tha ka qenë kuqe dhe na është dashur të më urujt edhe çka që mos më qenë e dallueshme në front. Pa masa ne kemi bë për kur kemi bërë paradën e portë që kësë me masuftë, se këm gjitë emblemet. Tani, të gjithë ushtarët i hiqnin këto, për arsye se kjo ngjyrë e kuqe dhe e verdhë shihet largë dhe shihet nga snajperët. Prandaj kjo ka qenë që nuk ka pas. Okej, pas luftës ja ka vendosur. Po, në vitin 2000 ja ka vendosur, është e papastrume, nuk e kemi pastru, është qashtë qysh ka ardhur prej frontit, që e ka pas, e kom pas takim me këmire, e kom thonë, amë dhe diqka, po du me mojtë... A ja kërkove, apo? Unë jam kërkove. Okej. Ashtu, u takum, edhe jam pasionant të historisë, e së dëmos përgjësisht historisë. Që ato që ka historike, unë e pelqej edhe e du, e leje mo ato që lidhin me vendin tonë, me popullin tonë, edhe luftës fundit. Unë nuk jem gjeneratë shumë vjetë që ta mboj mend shumë frest çdo detajt luftës, kam qenë 9 vjetë në luftë, e mboj mend, po jo ndoshta ti, që është mund ta mbash mend, çdo. Po besoj që e një shuminat periudhë, për shkak të interesit që kom pas. Nuk besoj që ka një rrëfim, një histori, një ngjarje, një studim që nuk e kam lexuar për luftën në Kosovë, fundit. Edhe kisha nostalgji. Kur pa ta taku këtë mikun tim, e ftoha me u rrëfy desha me ditë gjendja. U Kreshnik i Strefi është një Mitrovicës. Po ja përmendim pra, tash nuk është sekret. Niki, faleminderit shumë për këtë dhuratë kaq të bukur. E ke dhënë tek njeriu që po e ruan me shumë dashuri. Edhe jashtë ta kujtimit, kom pas shef diçka sepse të ofron kur prek shet diçka prej asaj momente, se unë mendoj që është një pjesë e lavdishme e popullit tonë, edhe nuk mendoj hala ende që ne kemi ditë me i prezantu ato momente. Ende e kalojmë, domthonë nuk është shumë larg lufta, ku na e kalojmë si diçka që ka ndodhur luftë, sikur të mos ketë ndonjë farëndësi, sikur ne kemi qenë një shtet shumë i organizuar, edhe lufta ka qenë veç frontale. Jo. Kështu që e ku marr të jetë një objekt që në të ardhmen fëmijët e me të më pyesin çfarë është kjo kapelë e vjetër, çfarë është kjo kapelë e papastër, çfarë është kjo kapelë e pa rregulluar, pse është kështu. Domthonë nuk është ndonjë as kjo, këtu ketë më riparu, unë nuk kam dashur me riparu, nuk kam dashur pastru, kam dashur me lë kështu që ku të vjen një ditë një pyetje. Autentike, të jetë ai rrëfimi që të nisni piknisja e edukimit, që të mos harrohet sakrifica e njerëzve që kanë bërë për neve. Që ke kanë motivi i marrë dhurata. E ruan me kujdes? E ruan jashtëzakonisht me kujdes. Edhe me to unë pres që fëmijët e me. E ke përdorur ndonjëherë? Jo, nuk e kam përdorur. Nuk e përdori se për me përdorur do të më u rregullu. Nuk kam dashur me rregullu, kam dashur me rujt origjinalitetin e saj bashkë çdo ç'është. Edhe me ka një pikë nisje ku rreshja e fëmijëve, kur të fillojnë me ardh. Për herë të parë po xhirohet në një për herë të parë emision. Pra edhe kjo mbetet pjesë e historisë, edhe linku, rrëfimi që ta dim. Edhe emisioni. Pas sa vjetësh, kjo është historia. Tani, me qenë se edhe vete deklarove që ke lexuar shumë për luftën, për UÇK-n e për gjitha këto, pash po tërheq ideja që të ma bësh një përshkrim, apo një vlerësim, apo një, si të them kështu, çfarë ishte kjo luftë për ne? Çfarë ishte UÇK-ja për ne? Do më thonë, faleminderit për pyetjen mas pare, se kisha pas qef shumë ma bo këtë pyetje, e së në të kisha thonë, me bone spontanisht dhe po më vjen shumë mirë. Ka një diçka, nësa të qenë aktor, artist, edhe na i skenojmë në skenë shumicën e rasteve dramën. Profesioni na mëson me lexu dramën nashta ku jo çdo sy i zakonshëm mund ta lexoj. Edhe jo një prezantim tash edhe më herët. Nuk mendoj që është bë prezantimi i qartë i mirë i luftës sonë të fundit. Edhe i këtyre djemve që kanë vendosur me sakrifiku. Sot do jam prind vet. Na sot shohim një denigjerim, një sulm, një brutalitet që mund të ndodhë një nxancet, një fëmijës, një diçka, edhe shohim ngritur krejt në kënd, të shqetësuar, ka sulmuar në filan qyteti një vajzë, një djalë, për grupeve të shokëve të vet, ka elemente bullizmi.
rinisë sot që nështë nuk e mbojnë menat luftë, qoftë pe gjeratës time që kam qenë i ri, po të tjerë, do të me kuptu që këto skena kanë qenë normale të këne. Me të nalë, policia në uniform, me re studentin, ka qenë normale, nuk ka qenë as tragedi. Dhe më thonë, kemi qenë një popull, këto zoja të din më mirë, që janë në moshë dhe din shumë mirë. Ne kemi qenë një popull, rësër, që kemi dalë prej prindve që kanë qenë të rëbnum, prej gjyshave që kanë qenë të rëbnum. Na kemi qenë në gjenota e 3, e 4 e rëbnume, edhe kemi dalë edhe imi rrit me rëbnin. Rëbnia u bo pjesë e jetës tonë. Ka hypë në autobus, një zyrtari policis, e ka zgju matë vjetrin prej autobusit, e ka godit, i ka thonë shuni edhe nes në autobusin. Idejën ka qenë, kjo është rast i vërtet, nuk pe improvizoj situatë. Edhe në autobus ka qenë nana ime. Ka ardhët, e ka ndalë autobusin, i ka thonë jo, që e dim që ka qenë strikt mund dalë në stacione. I ka thonë jo, këtë se shtëpia e më është 5 metra ma nej, vazhdo 5 metra veç për mu. E ka ndalë mas 5 metrave, edhe shoferit i ka eskalu stota pe këti në nëshmimi. A i s'ka qenë atë në uniform. Ka dalë edhe ka godit këtë policin, edhe thët klima që ishë mami, ishën keqët autobusi shqiptarë, po thamë, edhe ishën të shokum, ta që ka pëndodhë. Këtë do të këtë qenë 94, 95. Thët e ka dërgu dhe të stacioni autobusin, e kalon autobusin edhe ka ikë për Sloveni. Dhe më thonë, këtë lejt traume e lindën e dë djem, 3, që është studim veti, kanë vendos me i thonë mjaft asaj që jenë rritë, prindrit e tyne, gjyshet e tyne, edhe gjithë shka, aja pjesë e rëbnis që është bo, me kushte të mërshme, pa organizim, me organizim minimal, me mjetet luftës pothuajse artizanale. Dhe më lavash